se në pikun e sezonit turistik, Bregdeti i Durrësit është thuajse i boshatisur. Për shkak edhe të muajit Ramazanit, pushuesit kosovar të cilët e frekuentojnë masivisht atë, ua kanë lënë vendin turistëve vendas dhe atyre të huaj. Me fillimin e muajit gusht, plazhi i Durrësit ka nisur të zbrazet nga pushues të Kosovës si dhe shqiptar të Maqedonisë. Siç mund shihet qartë edhe nga pamjet, subjektet që operojnë në këtë plazh kanë mbyllur shezllonët dhe çadrat për shkak të numrit të vogël të turistëve. E njëjta situatë paraqitet për gjatë gjithë vijës bregdetare të plazhit të Durrësit, duke filluar nga ura e Dalanit deri në sektorin Iliria. Edhe operatorët turistik në Durrës konfirmojnë se në muajin gusht ka patur një rënje të ndjeshme të numrit të turistëve. Për tani na kanë ikë gjithë pushuesit, nga Ramazani që na kanë ikë gjithë. Ka shumë pak, vetëm shqiptar tani ka çik më shumë. Bash, si ky vit, edhe nuk ka as turista, si zot të vinë. Muaj gusht është shumë katastrofë. Një panoram krejt tjetër është në plazhin e Shëngjinit. Operatorët turistik flasin për një rritje të numrit të pushuesve në krahasim me një vit më parë. Të shkërkesat për fillimin e gushtit kanë qenë të më shumë sa që kene kapacitetin në. Gjë e mirë është se klientat po kthehen për disa herë. Nuk kena klienta që kanë humbur ose na kanë ikë. Njëjta çmime, pakën që 5 vite që jam këtu, njëjta çmime kena operuar. Një gushti ka qenë shumë pozitiv në krahasim me muajin tjetër. Na mungoni që klientela shqiptare, po ka pas një frekuentim të jashtëzakonshëm turistëve prej Kosove, prej Zvicër, prej Maqedonie. Vetë pushuesit janë tepër të kënaqur me kushtet që ofron si vjet plazhi i Shëngjinit. Ata thonë se në krahasim me një vit më parë, kushtet janë përmirësuar ndjeshëm. Kam marrë gjithmonë për pushimin këto, se unë jetoj në Lezhë, jetoj edhe në Angli, një fjalë, dhe si vitet tjera si mjet është shumë mirë. Kushtet këtu janë më të mira se në gjithë plazhet e Shqipërisë. Qetësi, pastër. E veçanta e këtij fillim gushti është edhe interesimi që po tregohet nga pushuesit e kryeqytetit edhe për zonën e Kunes dhe atë të Rërës së Hedhur.